Sa kujtimet bukra, unë kisha edhe të vështirë të bëja një përmbledhje të dur, sepse gjithçka më duke e pa mjaftueshme, sado që mbledhja materiale, më duke që nuk është e mjaftueshme, sepse vërtet një jetë plot 4 dekada ja keni dedikuar muzikës, ja keni dedikuar këtyre kryeveprave, të cilat do jetojnë përjetësisht. Unë jam shumë e nderuar që sot jeni pjesë e emisionit Prizma dhe faleminderit shumë që pranuat ftesën krahas shumë angazhimeve të cilat i keni këtë periudhë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën që na e bët. Ju e keni vështirë, po edhe ne në për koncerte e kemi vështirë që ta bëjnë set listën e këngëve, se gjithmonë koha është e kufizuar dhe ti ngelet në një këngë që edhe do publiku që mos mundesh ta interpretosh, se është një aktivitet shumë i gjatë, kemi shumë këngë, ashtu që mundohemi që çdo kush që në koncertet tona ta gjejë një këngë që i pëlqen. Unë e përmenda disa herë që jeni edhe sinonim i rockut shqiptar, do thoja. 4 dekada është grupi i vetëm, duhet ta pranojmë këtë, grupi i vetëm shqiptar që ka funksionuar ka gjatë, pa ndryshime, themi pa probleme mes grupit e kështu me radhë, keni qëndruar stoik, të paktën ne atë çfarë kemi parë në skenat, paktën këngët dhe hitet të cilat besoj kjo dashuria mes jush, harmonia është reflektuar edhe në këngët dhe sukseset që i keni përjetuar. Cili është suksesi i grupit Elita 5 që ka funksionuar ka gjatë dhe urojmë të funksiononi deri në fund? Faleminderit për të urimet, suksesi. Do me thonë është një periudhë shumë e gjatë që ne veprojmë. Nuk është gjithmonë ajo që duket në ekran, normal, se edhe ne kemi pas gjatë viteve, kemi pas problemet tona në grup, po nuk e kemi... A mund të themi që në grup është si në qift, që ka probleme, ka kompromise? Definitivisht ashtu është. Mirë po ne kemi përvalluar, gjithmonë kanë qenë ato zonka për të mirën e grupit, për normal që të funksionojë grupi sa më mirë. Dhe besoj e kemi arritur. Për këtë që kemi arritur, unë flas personalisht për mua, po edhe mendoj edhe grupi, ne akoma nuk jemi të vetëdijshëm se çka kemi arrit deri sot. Me të vërtet një emër i madh në gjithë trojet shqiptare, në diasporë ku ka gjithkund shqiptar. Është e vërtet se kur kemi filluar ka pas shumë grupe që kanë qenë në periudhën tonë që kanë funksionuar, po për fat të keq se e përcjelli unë estradën, duket se këtu në Maqedoni kemi ngel të vetmit që akoma funksionojmë dhe punojmë. Do thoja jo vetëm në Maqedoni, edhe nëse marrim troje tjera shqiptare, nuk është se ka ndonjë grup që i ka qëndruar kaq gjatë dhe i ka bërë ballë kohës, do thoja. Kështu që për atë e thash për fat keq, unë e flas një herë për këtu në Maqedoni në vitin 90, kur kemi filluar ka pas shumë grupe nga Kumanova, nga Shkupi, nga gjithë trojet, nga Struga, nga Andej Këndej. Do me thonë edhe sa e shoh ju vjen keq për këtë gjë zotëri Alef që janë shuar ndër vite. Ka pas grupet mira, po normal nuk mund të futesh në problemet e çdo. Për të ekzistuar një grup edhe kaq gjatë duhet edhe shumë gjëra të jenë. Do me thonë shumë sakrifisat kalosh. Mos bish një ndikim të si të them, shikoj se sa fitoj, çka fitoj, për duhet luftojsh për atë që do të arrish një kohë që për të fituar, ose të ekzistojsh, ose të jesh profesionalist punesh këtë punë. Dikush nuk ka mund ta përballojë, ka marrë rrugën e profesionit tjetër, për fat keq them. Më duket se në Maqedoni, po edhe në Kosovë, jemi i vetmi grup që akoma funksionoj, që është një vërtet shumë e madhe që sa më shumë vite bën kërkesat për grupin Elita 5 janë shumë të mëdha. Sepse dikush dënjerë thotë po çka është sekreti. Sekreti është sinqeriteti ndaj adhuruesve tonë. Ne kur punojmë një material, do me thonë, e punojmë me shumë seriozitet. Kur mbarim një koncert që ta shfaqim, kemi shumë kërkesa teknike që duket dhe koncert si duhet, nuk shkojmë gjithmonë te ajo sa pagun, çka pagun, po si tjetë, çka tjetë. Nuk jemi grup që kurin karrierën tonë me një koncert si mi shfaqur playback edhe publiku dita vlerësoj dhe gjithmonë ka qenë krah të grupit Elita 5. Unë shumë shpesh kam qenë dëshmitare koncerteve tuaja, eventeve, kështu me radhë dhe definitivisht mund ta konfirmoj këtë që sapo e thatë, sepse ju zotëri Arif në skenë e lini shpirtin tuaj. Kjo e fundit që unë e përjetova ishte pikërisht performanca juaj në Hard Fest, që ishte diçka e jashtëzakonshme. Për vetë faktin që unë ndjeva krenare që jeni nga Maqedonia, një gjë që e vërejta ishte që kishte, mendoj që jeni grupi i vetëm që mund t'i mbledhni të gjitha moshat, duke nisur nga fëmijët deri tek moshat më të shtyra, pash fëmijë të vegjël, të cilët ishin mosha e vajzës time, sepse dhe vajza ime i këndon këngët tuaj, është vetëm 9 vjeçe dhe i din gati të gjitha këngët e grupit Elita 5. Sa ju emocionon kjo pjesë që të shihni një fëmijë të vogël i cili dëgjon dhe vazhdon traditën e grupit Elita 5, qoftë nga prindrit, qoftë nga gjyshrit e kështu me radhë? Do me thonë, kënaqësia më e madhe imja personale, mund të plasë edhe të grupit, po imja personale kur një fëmijë
se vjen në përqafon, se i këndon këngët e mia, s'ka, sepse dashuria e një fëmijë është shumë më e sinqertë se dashuria e një personi të arritur, dhe ajo më bon krenar. Unë e shoh në koncerte me të vërtet moshave të ndryshme që respektojnë, që duan, këndojnë këngët e grupit Elita 5 dhe kënaqësi më të madhe nuk ka, një shpërblim më të madh për një artist nuk ka. Kjo është ajo që besoj se edhe më të qenë ne do të jemi ato që do të krijojmë dhe do kujdesemi për gjithë ato të rinj që vinë, që të marrin një shembull nga grupi Elita 5, se edhe muzikë mund të bëhet pa ndonjë skandal, pa ndonjë aferë. Shumë e vërtet, ju jeni dëshmi e kësaj. Ne premtuam që ky edicion do jetë i dedikuar grupit Elita 5 dhe Arif Ziberit. Unë e di që këtë përgjigje e keni dhënë ndoshta në intervista tjera dhe mund t'ju duket e lodhshme të Arif përsërisni, por unë këtë po e bëj që ndoshta për gjeneratat e reja, të cilët nuk kanë pasur rastin të ndjekin intervistat tuaja të vjetra, na e bëni një kur mendoni që ka nisur oficialisht grupi Elita 5 dhe si jeni harmonizuar e kujt ka qenë ideja që të nisni një grup, sepse keni qenë shumë të rinj në moshë, kush ka qenë ai iniciatori që ka thënë do nisim një grup, një rock grup? Kam thënë shumë herë, do ta them prapë. Do me thonë në vitin 80-81 unë ka qenë ai kontakti i parë imi me grupin Elita 5, pasi që ato kanë ekzistuar edhe para meje, kanë qenë në zonës të gjimnazit edhe kanë ekzistuar me këngëtar tjetër. Historia ka qenë shumë e shkurtë, këngëtari tyre shkojnë në ushtrinë, që ishte patjetër atëherë në kohën jugosllavistë kryet, unë e bona një zavendësim, ai u kthye një kohë shkurt, vazhduan bashkë, ai pastaj u tërhoq, unë vazhdova me grupin Elita 5, por duhet të them personalisht për mua se kontakti i parë me grupin ka qenë vitin 81, do të thonë 44 vite. Pastaj ardhja e virusit në vitin 84-5, aty para si shumë tepër i ri, se ajo është në moshë edhe më i ri se ne. Ashtu që e ka marrë atë formën grupi Elita 5, mund të thonë ka fundi viteve 80, në vitin 90 me publikimin e albumit të parë, me thonë ka vazhduar rrugtimi i grupit Elita 5. Kur i dëgjon këngët e grupit Elita 5, nuk e di pse mua më duket që kanë shumë vërtetësi brenda, kanë shumë dashuri që keni derdh, ndoshta ju bashkë me virusin dhe anëtarët e tjerë. Sa është e vërtet kjo? Sa janë të vërteta këngët e grupit Elita 5? Shumë balada të cilat na zgjojnë emocione, edhe nëse je në fazën më të mirë të jetës, po të dëgjosh këngën faleminderit ose çmendem, nuk është e pamundur që trupi mos të përjetojë emocione dhe shpirti. Jemi, siç thash edhe para, ne kur krijojmë diçka jemi shumë kërkues. Do me thonë edhe teksturësit që punojnë me ne që kanë me përvojë shumë të madhe, që dijen që janë ato me emën Armiqa Ili, Fatmir Muja, Ilir Berani, shumë Agon Berisha, shumë tjerë. Me thonë ato vinë aty me preferencat tona, kryojnë diçka dhe derisa të arrijmë atë që duam, ato qëndrojnë me neve. Do me thonë me preferencat tona kryojnë diçka derisa të jemi të sigurt, u kushtojmë shumë rëndësi tekstit. Kurse për muzikën e kemi më të lehtë, se e kemi virusin ai që ka një përvojë shumë të madhe, përveç se është në Elitën 5, ai mund të them se ka krijuar për gjithë estradën dhe vazhdon të krijojë. Ka një përvojë, ashtu që bëhet një gërshetim shumë i bukur i muzikës dhe tekstit dhe gjithmonë kemi qenë ato që kemi kushtuar shumë rëndësi tekstit. Dhe është treguar shumë e qelluar, do me thonë tekstet e grupit Elita 5 janë ato që çdo këngë të prekin, unë e vërej atë në publik, dhe mund të themi se në koncertin që edhe ju ishit prezent në Kosovë në Art Fest, është i vetmi grup, mund të them që nga kënga e parë deri në fund publikun e mban në maksimum, do me thonë i din gjithë këngët, ajo nuk se di, unë nuk e kam vërejt në ndonjë grup që nga kënga e parë deri në këngën e fundit të i këndoj publiku, ajo për fat të mirë është në gjithë koncertet e grupit Elita 5 dhe për ne ma kënaqësi s'ka. Jam dakord. Kam një pyetje të përgjithshme, si fenomen shoqëror konkretisht të muzikës rock. Mendoni zotri Arif që ka pak ngjecje ky zhanër, sepse kur jemi dëshmitar të eventeve, të koncerteve që i mbani ju, ne shohim që nuk është problem interesimi, sepse shohim që ka interesim të madh, po mos ndoshta është problemi te prodhuesit e muzikës rock, muzicientët, themi autorët e këngëve rock, ndoshta nuk po arrin që të gjejnë atë formulën e duhur për të cilë këngë të përafërta, themi si Elita 5, për ta mbajtur afër publikun? Po, është ngjecje ka, sepse rock muzika është mendimi i shumë artistë. Avantgarde dhe mendojnë se gjithmonë të çdo gjë është materializohet, ata mendojnë se aty ka më pak para, më pak të ardhura, kurse rap muzika, këto reperët tonë që i kemi shumë të mirë, kemi reperë shumë të mirë, ato tregojnë luks, tregojnë vetura, shumë shtrenjta, biletash, pash një
raste të reguan se një reperit ja kanë pa zonë 2 orë, njëna e mbi 1 milion euro që janë dërë shifra që unë për 20 vite ondër si kam pa dhe këto të rritë, normal se gjdo i ri lakmon nga lakmon. Ato nuk lakmojnë në rifin e litës 5 të top shonë me biciklete, se në thot ki pas ka qenë. Një shaka, po... Por besoj që modestia ju bën juve të jeni edhe më i marrë. Me të vërtet, ki profesion ne i ka mundësuar shumë kënaqësi, po tash kur e shoh sa këngëtar 3 që janë tret muzikës, në gjithat lukse dhe unë habitem, thëmë si është e mundër, se unë e di realitetin e estradës shqiptare se sa mund tjetë. Estrada shqiptare ti mundëson shumë gjëra që ti mund të kënaqet, nuk varet njeri ju me sa mund të kënaqet. Unë për vete mund të them se gjëjat më të bukura që mi ka afru, është ki profesion që mi ka afru. Një duart fokitje, një adhurusit, skaqmin që edhe një kompliment. Edhe të ruajtur kualitetin, këtë duhet ta potencojmë edhe pa kaluar në komercializëm. Një me diçka, po 20 vite se në rejsh publikon, t'jemi më shumë marë konkret, edhe unë ajo më kënash. Dhe me thonë respekti i publikut që të regon ndaj neve skaqmin. Dhe me thonë një shok një jelë ma boni një pyetje, po sikur se t'ishe një biznismen se ndatë këtë, po thash, ky profesion i kënaqësi që mi ka ofru, nuk mi kisha ofru asë një biznes, se nuk është diçka të paraj. Kuptan, do me thonë, jetë ka është shumë kënaqësi tjera, po falë Zotit një profesion që une e kam ndru tën jetën, Zotit ma ka dhonë edhe jam i kënaqur me këtë që kam kalu, dhe besoj se edhe për një vit do të funksionojmë, do të kryojmë, dhe besoj dhe jemi afër publik. Mendoj që madhështia juaj, e tha dhe pak më parë, është komplet modestia juaj, sepse kjo ju bën të jeni të veçantë, të jeni një emër kaq i madh, të keni modestiu, një pashë edhe atë natë ku fotografueshit me fëmijë, me të gjithë, nuk ju thatë jo as kujt, domethënë sepse e ndjeni si obligim, sepse janë pikërisht këta njerëz të cilët ju kanë mbajtur kaq gjatë në skenë. Unë jam në çdo koncert, pa marrë parasysh lodhja se sa e madhe mund të jetë, unë kur njerë unë nuk të rriqem tiki nga pas skena ose pa mos u fotografuar edhe me njerin ma të fundit që do të vije, sepse nuk ai ka bërë rrugë, ai ka humbë kohën që të vitë në ndigjoje dhe unë jam kushisa i lodhët të jem, unë deri në fund do të jem me ato dhe për ato jam në fundit ati. Kur jemi tek një artist tjetër i cili ka mbjetuar kohës, është dhe miku juaj, ne e takuam edhe atë natë, ne pyetëm pak për ju, sigurisht se deshëm që ta lidhim pak me këtë emision të cilin unë isha duke përgatitur, e kemi gati një deklarat nga zëri i muzikës rock, është Aleksandër Gjoka, i cili ka thënë disa fjalë për Arif Ziberin dhe për grupin Elita 5. Tung, përshëndetje gjithëve. Jo, Babi e di që e në emision. Vetëm desha shkurt të ceki diçka, një moment të bukur që e kemi patur familjarisht, kur kam marrë pjesë në The Voice of Turkey dhe që kam patur një sukses të vogël, po për familjen tim ishte një sukses i madh, për babin më së shumti, për mamin tim, për motrat. Atëherë ka qenë hera e parë që kam parë babin duke qarë, edhe ishte i kënaqur shumë me mua. Dhe aty e kam pa vetën që kam bërë diçka për familjen time që janë ato të gëzuar. Dhe po ashtu faleminderit babi që çdo herë neve si motra na ke mësuar që të jemi modeste, që t'i dojmë njerëzit tanë, që të jemi me këmbë në tokë, që t'ja dim vlerën çdo gjëje. Dhe faleminderit që ke qenë çdo herë pranë neve. Faleminderit shumë. Kjo është një dhuratë më e madhe që dikush të ma bojë, dhe me thonë një mendim i tillë i fëmijët tim, sepse fundi të gjithë ne pasuria më e madhe e një prindit, është kur i ke fëmijët në rregull, kur i ke unë mbure me fëmijët e mi, sepse te ato kanë mbjellë një dashuri ndaj njerëzve, humanizmin e kanë mbjellë dhe ato, se ato janë, nuk e kam thonë shpesher, po ato janë ato që sendin e fundit nga vetja mund t'ja japën një njeriu që ka nevojë dhe ajo është e krenaria më e madhe ime, sa për karrierën e Elitës, çka mund të them. Është e vërtetë se për herë të parë unë kam qajt kur ajo ka qenë në Voice Turkey, ka bërë shumë krenar, kur 4 anëtarët të jurisë janë kthyer dhe janë mahnitur dhe ajo më ka bërë shumë krenar, normal ato vazhdojnë akoma të më bëjnë krenar sepse janë shkolluar, janë në arsim. Edhe Nisa edhe Elita, Aida është në Gjermani edhe ajo është mirë, ashtu që krenaria më e madhe im janë. Edhe arritja më e madhe janë fëmijët e mi.
Dhe duhet ta pranoj se një merite e madhe dhe më e madhe e shkon shoqes time që gjithmonë ka qëndruar afër tyre, pasi që unë në shumë raste edhe nuk kam qenë prezent, po besoj se ajo i ka meritat më të mëdha që sot ato janë krijuar në persona që janë të nderuar dhe të respektuar në rrethin ku jetë. Bukur shumë. Ky moment ka që i bukur, ishte në plan të ishte pak më vonë, sepse unë kërkova deklaratën e Aleksandër Gjokës, e cila është surpriza Aleksandër Gjoka, po gjithsesi një moment shumë i bukur ky, unë nuk do doja ta ndryshoja, do vazhdojmë të flasim në këtë temë, sepse kur e kontaktova Elitën dhe i thash Elita na duhet një mesazh nga ti, nuk e di, unë emocionohem sa herë që më kërkoj të bëj diçka për babin tim. Është e pamundur të gjej mesazhin e duhur që t'ja dedikoj atij, por mendoj që modestin tuaj e ka trashëguar edhe Elita, sepse është një vajzë me shumë këmbë në tokë, edhe krahas karrierës që ndërtoi ajo dhe gjithmonë e ka thënë, kam dashur të jem Elita Ziberi, jo të jem vajza Arif Ziberi, dhe babi gjithmonë ka qëndruar mbrapa. Nuk ka dashur të më shty, sepse ka dashur që unë me forcat e mia të ndërtoj ato çfarë kam ndërtuar deri tani. Në art dhe në sport, në përgjithësi nuk shtyhet fëmija, o bën o s'bën, se ti mund ta shtysh sa dush, a nesër do të del në majdan dhe duhet ta tregoj aty babi, nuk është as mami, nuk është as kërkuar. Do me thonë, kualiteti i saj është treguar, ajo tash është një profesoresh, vazhdon punën e saj, më duket pak e dëshpëruar nga estrada, nga gjithë këto gjë. Është tërhequr Elita nga... Nuk është tërhequr definitivisht, po e shoh se gjatë kësaj periudhe që ka qenë në estradë, ka pas edhe kjo punë nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë për një mashkull dhe mos folim për një femër. Ashtu që ajo do të vazhdojmë me muzikën, po jo me atë entuziazëm që e ka pas në fillim. Pra është dëshpëruar nga krejt ajo që e ka pa, nga kaosi që ndodh në industrinë e muzikës. Ju ka pyetur ndonjëherë juve, ka thënë babi, është kaq vështirë ti jesh pjesë e kësaj industrie? Ka pa, ajo edhe vogël kur ka qenë përcjellse shumë koncerteve tona, ka pa normal edhe punën se gjithçka nuk është ajo që shifet në ekran ose në skenë që e sheh. Pastaj edhe me punën e saj në kyçjen muzikë, ashtu që e ka pa, normal se me vite njeriu kupton diçka se nuk është ajo që shifet në ekran. Do të thonë, është një profesion shumë i rëndë për ta bërë, po unë i dëshiroj shëndet në të vazhdoj me punën e saj, me karrierën e saj. E përshëndesim për çdo gjë që ka nevojë, unë do të jem për krajet të saj dhe jo vetëm fëmijëve mi, po edhe talenteve të ri, ato që më kërkojnë ndihmën që mund t'ju ndihmoj diçka me ato aftësi aq sa i kam, ashtu që do të kem për krajen gjithmonë time. Unë gjithmonë e kam pas këtë pyetje brenda vetes, pse nuk erdhi asnjëherë një bashkëpunim Arif Ziberi dhe Elita, duke marrë parasysh që edhe vetë grupi juaj ka emrin e Elitës, ndoshta do ishte magji një bashkëpunim të kishte ardhur, ose ndoshta mund të vi. E keni menduar ndonjëherë, ka ekzistuar kjo si mundësi që të vinte një bashkëpunim mes jush? Unë e kam thonë edhe në emisione tjera, do ta bëjmë një bashkëpunim, se ja kam bosh fëmijët tim, do ta bëj atë me çdo çmim do ta bëj. Do ta shoh kur të kemi kohë, normal se do ta realizojmë, sepse edhe përpos jo për diçka për të arritur një sukses, po të ngjelet një bashkëpunim, pasi që kam pas shumë bashkëpunime edhe me fëmijën tim, jo se është fëmiu im, po dhe ka talent ajo dhe meriton një bashkëpunim ta bëjmë me të. Bukur shumë. Tani nga krejt kjo që e thatë pak më parë, thatë që e keni edhe problem sa herë që përpiloni plan programin për koncerte. Po nga këngët e Elitës 5 që janë të shumta, që janë të jashtëzakonshme, ekziston ndonjë këngë që juve ju emocionon sa herë që e performoni, diçka që është e juaja që nuk e ndani nga qenja juaj? Shiko, tash në për koncerte e vëren, Shqipërinë, diasporën, të mendoj Maqedoninë, Kosovën, e shef se cila këngë ku ndëgjohet më shumë, cila ngre eufori më shumë dhe normal, janë ka këngë që nuk mund t'i shmangesh, se e di se ka këngë, unë vërej se edhe këngët e videove albumit parë, dytë janë shumë tepër të kërkuara, do me thonë publikut, edhe pse janë bon 35 vitet atyre këngëve. E di se ne pa këngën e Al Capones nuk mund t'a paramendojmë koncertin. Kur jemi në Kosovë pa këngën e Më fal, s'ka shans ta... E di se në Shqipëri pa Tornadën nuk ka shans të kalohet, e shumë këngë tjera. Pra në çdo vend ka një këngë që kërkohet. Kosova, do me thonë edhe gjithë folim drejt, vetë kur nisë Më fal është diçka, Kosova është ajo që... Tornadoja për fatë mirë ka ndesh shumë në Shqipëri edhe krijohet një atmosferë shumë e bukur.
po gjithmonë Al Capone është ajo vula e grupit Elita 5. Ju identifikon, nuk e di pse. Ajo është vula e grupit Elita 5. Do me thonë, ajo që e ka ngrit grupin dhe e kam thonë, ajo është këngë që edhe jashtë kufive të Maqedonisë në njohin publiku, ka qenë kënga e Al Capones. Duat ju pyes, a mendoni se Roku ka ende rolin e tij, themi, në edukimin kulturor të brezave të rinj? Sepse ne e dim që edhe botërisht nëpërmjet të këtij zhanri janë shprehur revolta të ndryshme kundër sistemit. Këtë e keni bërë edhe ju. Mendoni se ka ende këtë rol ose viteve të fundit edhe nuk është se ka shumë të theksuar këtë pjesë? Po nuk e shoh se në vitet e fundit nuk ka. Tash më ka para. prodhem shumë Po, më duket se të para këtij ka zhanri. qenë më e theksuar, më e ndikuar, mund të them, po me vite tash nuk e di se çka ndodh, ndoshta këto rrjetet sociale, këto punë, o shumë ajo euforia e ndikimi i një këngë avantgard ose ne kemi qenë gjithmonë ato që kemi bërë tekste dashurie, kemi provuar edhe me tekste sociale, e shohim se prap tekstet e dashurisë janë ato që mbeten gjithmonë. Sepse ndoshta edhe njeriu e tërheqin nga problemet që kanë në jetë. Dhe ajo është më e bukur që mund t'i afrosh një publiku, një tekst dashurie. Po bëra këtë pyetje sepse dim që muzika rock në gjithë botën jetë si një farë proteste ndaj fenomeneve shoqërore deviante kështu me radhë. Edhe në shoqërinë tonë nuk është se mungojnë këto fenomene dhe kur më shumë se tani, ndoshta do ishte momenti që edhe artistët e rinj të shprehin protestën e tyre nëpërmjet të kësaj muzike. Dhe vazhdojmë të qalojmë. Ju vjen keq për këtë që ndoshta gjeneratat e reja nuk e kanë vazhduar punën tuaj? Po më vjen keq. Dhe të shprehin pak naci që i kanë dhe që shprehen gjithandej jo në muzikë. Po e shoh se çdo gjë është. Unë e shoh se edhe në muzikë edhe çdo gjë është e politizuar për fat të keq, dhe secili ruhet nga ajo se nëse unë e bëj një tekst që të kritikoj politikën e dikujt, ndoshta ato hakmeren, bon, kthehen. Ashtu që e shoh se edhe gjenerata e reja i hikën atyre temave, nuk e ngrezonin atë sa duhet ta ngrenë, se fundit të rritë është ardhmëria të ato, dhe ato duhet bëjnë diçka që diçka shkojë më mirë, që diçka të ndryshojë, se që shohim edhe vetë ngecim që sa vite rajoni edhe gjithë hesin para në ngecim, për fat këtë shumë mbas kemi ngec. Ka ra rasti që të shkojnë në Kosovë, në vendet vogla, edhe shumë ndryshime të atashme, nuk foli për Shqipëri. Shqipëria është sa të mbas kanë qenë neve dhe ku kanë arritë, për fat keq. Ne më duket se shkojnë pas. Edhe une brengosem për këto tri se çka u lëm pas. Do me thonë, duhet zorit ndëgjohet. Edhe ai politikani, edhe politika që jatë, duhet të kuptoj edhe kritikën si diçka normale. Jo të ti nëse dikush të kritikon që kështë tak meresh. Do me thonë edhe diçka, edhe unë që bëj një material, unë e dëshiroj që dikush të ma jep një kritik. Thotë që kjo s'ban, po unë dhe të ndalem me grupin dhe të analizojmë çka ke kjo që tha. Ndoshta i ka të vërtet. Me thonë, nuk duhet edhe kritikën ta marrim aq tragjike. Unë e di që grupi Elita 5 jeni shumë të kërkuar, të prenotuar edhe në diaspor, gjithandej në përbot, i pash bile dhe data që i kishit të gjitha është të prenotuara. Si u bën të ndjeni ky fakt që ndoshta gjeneratat më të vjetra e kanë përcjell muzikën tuaj edhe tek fëmijët e tyre, sepse ne e dim që në këto klube, diskoteka, shumica janë gjenerata të reja, jo vetëm, po sigurisht mbizotron mosha më e re. Ju gëzon ky fakt kur shihni që edhe jashtë trojeve shqiptare është mbajtur kaq me fanatizëm është ruajtur muzika e Elitës 5? Ne në diaspor jemi moti, dhe ata e kemi vërejt, sepse prindët që kanë qenë vitet 90 që janë detyruar se askush për qejf nuk ka shku atje, do me thonë ju atë rishikojnë fëmijëve tyre, këngët e grupit Elita 5, ne kemi një bashkëpunim me disa të ri, atje që organizojnë koncerte. Ato kanë marrë një sistem të ri ku organizojnë tamam tipik koncert, jo mbrëmje kazmore, po koncert, ku njerëzit marrin salla shumë të bukura, me zërim shumë të bukur, do me thonë sallat shumë prestigjioze në Gjermani, ku kemi qenë në Austri, në vendet tjera, dhe njerëzit familjarisht vinë gjojnë koncert, kënaqen, dhe është një sistem i ri që më kënaq. Më kënaq ajo që të rikthehen koncertet, jo mbrëmjet nëpër lokale edhe mbrëmjet nëpër diskotekë. Do me thonë, rikthehen koncertet si në gjithë botën, do me thonë një familje pregaditet, veshet dhe vjen koncert, ka gjë më të bukur. Kurse diskotekat janë, unë nga përvoja ime, thëmë, jo se kemi kalu keq, po ka shumë që edhe rrugën e humbin edhe vinë, edhe shumë intereson kush performon, do me thonë. Po, këte që e bëjmë ne, do me thonë, tash jemi në Gjermani,
me thonë nga 6 koncerte ka akoma edhe 3 javë sa ka, me thonë 4 koncerte janë sold out dhe unë nëse në ngrej telefonin që më paraqite njerëz sigurojnë një bilet. Thonë kjo është ajo që më bën krenar. Me thonë koncertet rikthehen dhe interesimi i tyre është fantastik. Kemi qenë, kemi provuar, kemi pas 2 koncerte vjetë në Gjermani që kanë qenë sold out dhe ato njerëzit prap vinë në koncert se e dinë se do të shohin diçka që ja vlen. Me thonë edhe ne jemi ato që do t'ju ofrojmë atyre kënaqësi, kvalitet dhe do kënaqemi me gjithë ato që do vinë. Në këtë moment që jemi pas krejt kësaj që folëm, nuk e di pse po më duket sikur është momenti që një refren të ndonjë prej këngëve ta kemi kujtim nga studio emisionit Prizma për gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin. E di që e presin këtë moment, është e pamundur ta kemi Arif Ziberi në studio dhe mos na performoj diçka të bukur live. Është pa instrumente pak më fal, të lutem më fal, që nga vetja s'të ndaj, ti e di se jam pa fal. Këngë shumë e bukur. Këngë është shumë e bukur, shumë emocionale dhe është një këngë që unë me të vërtet e du shumë. Shumë e bukur, sinqerisht. Përmendet vajzat, unë desha të ndalem të ky moment tani. Kanë prirje vajzat tjera, Enisa dhe Aida për muzikë? Kanë shumë, Nuk kanë provuar ato asnjëherë të bëjnë pjesë e muzikës? Enisa ka, Aida ka shumë prirje, këndojnë shumë bukur. Po Elita ka qenë e madhja që atëre ka tregu talentin e vetë, edhe ato kanë talent, po sikur se ta ato dëshira për të qenë në skenë nuk ka qenë atë që. Mund të thënë se Enisa ka qenë edhe fituesja ndër të parat si të festivali Blexat në Tetov. Ja, kemi edhe këtë momentin e Elitës, që në ata Elita që ka qenë momenti ku babi është emocionu shumë. Shumë e bukur. Këtu me të vërtet jam dëgju, ku emrat më të mëdhej Turqis japin vlerësime shumë të mëdha, do me thënë. Kjo është përsëritet. Definitivisht, një moment shumë i bukur, ku edhe gjithë ne që kemi pa, jemi ndjesh shumë krenar. Si lindi ideja që të merë pjesë Elita në Unë të drejtën nuk kam ditë gjë, ka aplikuar dhe normal se ato ja bon ftesën, shumë profesionalistë kanë qenë ato. Këto të Voice-it kanë siguruar me turkishin biletën, hotelin më të mirë, kanë prit me vetur në aeroplan, në aeroport, deri te hoteli, për çdo gjë kanë qenë. Bile ma tregon një rast, u futëm në një lokal, tanim, diçka të pinim aty, edhe unë isha me një shoqe, dhe ai pronari, kur hongëm pijem edhe erë paguim, tha jo, nuk do të paguni, veç do ma japish një premtim. Thash po qka? Tha kur do bosh e famshme, prap do vish këtu që të. Me thonë një sende që ngelin kujtim, po ne duhet jemi vetëdijshëm se Turqia është një vend shumë i madh. Një industri shumë e madhe, ku shumë gjëra duhet të bësh që të kesh ndonjë. Edhe në një intervistë tregoj edhe Bertoni, që o një aktor që unë e përcjellin filmat e ati regullisht dhe unë e mburem se kam qenë turne me atë një personalisht dhe beso, unë e mburem me te kur e shoh dhe krejtëve u thëmë se një se më knaqë sukses. Joni është, definitivisht më knaqë e suksesi ti, edhe unë i dëshëroj çdo të mirë, është një gjallë i cili prej atër tregojte talent, ishte një gjallë me shumë entuziazëm, me shumë pozitivitet dhe ja puna ati u tregua. Dhe unë filmat e ati i përcjellin me plot kënaqësi. E thatë në një moment që meritore, ndoshta në rritjen dhe edukimin e vajzave është bashkëshortja ime, duke marrë parasysh jetën që ju keni pas, vazhdimisht në përbot, e kështu me radhë. Ju duke që keni mungesa në jetën e vajzave, ju vjen keq ndonjëherë që keni munguar në momentet më të rëndësishme, sepse e dim që artistët qoftë për festa, vit i ri e kështu me radhë, jeni gjithmonë diku duke performuar. E ndjeni ndonjëherë brenda vetes, e keni këtë peng, zotri Arif? E kam këtë peng, sepse unë nuk e di një vit të ri të festoj me ta, nuk di të ri shumë rrallë ndo një ditëlindje, shumë rrallë ndo një fest shtetore ose kombëtare ose t'jem me to. Mundohem kur jam shpi që normal ato tash kanë rrugët e vetë. Tash normal se nuk janë si kur kanë qenë fëmijë, ato kanë jetën e vetë. Mirë po çdo herë mundohemi që t'jemi bashkë, që dalim për një darkë, dalim për një dregë bashkë. Dhe më kënaqë ajo kur jam rrethin e familjes time, aty diskutojmë për problemet. Dhe gjithmonë kam qenë shumë i afërt me fëmijët, gjithmonë u kam thonë që çdo problem që të keni, do ta diskutojmë. Mos e më shefni të bëhet problemi më i madh, do me thonë me ato kam raporte shumë shoqërore dhe
tash, jam krenar me punët dhe arritjet e tyre që kanë arrit në jetë. Tani jeni edhe gjysh. Si është ndjenja të jeni gjysh? Keni një nip, apo? Një mbes. Mbes. Sa ka ndryshuar jeta juaj? Dua. Ka emrin sot. Ajo është në Gjermani dhe ajo gjithmonë kur vjen pushime, gjithmonë është fest në shtëpi. Do të thonë në shtëpinë tonë ka fest, ajo është sepse shumica e thonin se mbesa duhet më shumë se fëmija është shumë e vërtet dhe unë e gjithë atyre që me fëmijët nuk ke kohë dhe nuk din si ti duash dhe kur vinë nipa dhe mbesat i don tamam ashtu siç duhet. Ajo është diçka që nuk mund ta përshkruaj me fjalë dhe çdo kujt ja dëshiroj që ta përjetoj një gjë të tillë, të ketë një mbes, një nip, sepse diçka më bukur nuk ka. Ajo kur vjen te në shtëpi, fest është në gjithë shtëpia. Sa bukur. Po, për zotin. Po, jam e sigur që këtë pyetje ju kanë bërë të gjithë. Ju mungon të kishit edhe një djalë në mesin e 3 vajzave? Jo? Jo, shiko, tash ta them drejtën, ne kam diskutuar para se ajo punë e Zotit nuk mund të shti. Do me thonë, une gjithmonë kam pas 3 fëmijë të kem, pa marrë parasysh se çka do të jenë. Beso, une dikush ndoshta i duket se une nuk e kam menduar. Nuk keni pas asnjëherë. Se të kisha pas, ndoshta foli do të vazhdoja edhe nuk kanë qenë nga ato. Bile kur ka lete nisa në spital, ajo kur ka linë të treta, do me thonë, ka qenë edhe i thot mjekja, jepja lejmin Arifi, dhe ka thonë s'mundem se do të dëshprohat, se në modilit thot se unë e di sa i s'ka, do me thonë e ishë një lejmë shumë i gëzuar, qova dhurata, e se më tha, unë shqiptar rrallë kom pa që mos i dëshprohat se vajza e tretë. Jo, unë edhe aty e kam përmbil. E kam përmbil që kam qenë i ri, do me thonë kom mund që tash punë e Zotit, po të vazhdoj, po jo, unë 3 vajza, kam thonë, do kem 3 fëmijë, çka do të tjenë, ato për mu janë më shumë se një djalë. E sidomos tani nga dashuria që keni marrë konstant nga vajzat, vajzat din të japin shumë dashuri. Nuk është e tradita ajo, para ka qenë ajo se djali pa tjetër një djalë. Sot vajza shkollohet, sot vajza vozit kerë, sot vajza është në punë, sot do me thonë ka ndryshuar çdo gjë. Nuk ka dallim mes vajzës dhe djalit. Do me thonë edhe ajo, te unë s'ka qenë, s'ka ndikuar asnjëherë. Okej. E tani është momenti, Aleksandër Gjokën ta kërkojmë, se u stresuam deri tani. Shpresoj ta ketë gjetur regjia, e shijojmë këtë moment dhe kthehemi pastaj komentojmë pak në studio. Sonte do ndani skenën edhe me rock grupin të cilët ne i konsiderojmë aset të Maqedonisë, janë grupi Elita 5. Si ju bën të ndjeni ky fakt, a patët rastin të takoheni bashkë? Ne jemi miq prej dekadash, am kuptoj, kështu që i takova shparë dhe më do të takoj pasaj mbas performancës e tyre. Kur i kam si vlezër, nuk njihemi sot. Tash dhe herë që njihemi kemi më në 3 dekada e ca që gjithmonë performojmë, kemi performu dhe bashkë. Edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Në koncertet për bashkë. Moment i bukur ky, edhe Aleksandër Gjoka është nga emrat që i kanë mbjetuar kohës. Aleksandri është legjend e gjallë, do me thonë, ka respektin të madh timin personalisht, tash nuk flas edhe të grupit, po atë natë bile kemi qëndruar unë me te një kohë të gjatë, kemi biseduar, kemi diskutuar dhe unë e respektoj dhe e dua shumë, është një këngëtar me vlera, një këngëtar shumë i mirë, që çdo koncert e jep më edhe ai maksimumin e vet, pas vete ka një karrierë shumë të mirë, ka shumë hite, dhe është shumë shakaxhi kështu edhe me njerë bon shaka edhe me një ndej me do muzikant në Shqipëri, pastaj më tregoj një muzikant tjetër kishton, more, nuk më futet në kokë, ta kesh emnin Arif dhe t'jesh rocker, kjo pak nuk ma, edhe bilat natja për menda, normal qeshëm, e mu dukshim simpatike, se kishton Arif dhe rocker, kjo s'ma kap mendja, s'kombinohen. Edhe është shumë i dashur dhe gjithmonë kur jemi shoqëri ti është diçka qeshje të shakaja dhe është shumë i dashur për mua dhe i respektuar mbi të gjitha. Një nga artistët e rrallë që gjithashtu e ka mbajtur standardin e grupit Elita 5, nuk ka bërë kompromise me zhanrin e tij, asnjëherë nuk i ka ulur standardet për të është këngëtar që gjithmonë ka qenë krye, pa kompromise edhe ai, se në biseda me te unë e diskutojmë shpesh, pa kompromise dhe puna aty është treguar me vite. Jemi drejt fundit, unë dua t'ju pyes çfarë mund të presim tjetër nga grupi Elita 5, ndoshta të zbulojmë diçka që jeni duke punuar dhe që ndoshta mund ta
kemi si ekskluzivitet? Pa kështu ne filluam një këngë që të punojmë një këngë ritmike, po mbas sezonit e lëm, po na befasoi kjo interesimi i madh mbas sezonit për koncertet e grupit Elita 5. Do me thonë jemi 26 në Zvicër, vazhdojmë me 1 tetor, do t'jemi për 2 javë në Gjermani, pastaj prapë në Zvicër për festat në fund flamurit në Belgji dhe në Angli, për festat e fund vitit, Krishtlindjet e viti ri, shumë kërkesa ka, ashtu që besoj se mbas vitit ri do t'ulemi, tekstin e kemi të përpiluar, vjen melodike gjitha, do me thonë ka ngel veshve. Ne nuk kemi grup që futemi shpejt e shpejt, do me thonë do t'alon mbas vitit ri që t'ulemi, t'a punojmë si duhet dhe besoj se në pranver do të dali një këngë shumë e bukur, një këngë ritmike dhe besoj do t'i pëlqej grupit Elita 5. Asë nuk e dyshoj. Zotëri Arif, ishte shumë kënaqësi, ishte nder për mua që këtë sezon ta hapim në emisionet e para me ju. Nuk e di, ne kemi Elitën 5, nëse gjitha vendet tjera kanë diçka për t'u krenuar, unë mendoj që Elita 5 është embri që neve do na krenoj përjetësisht. Faleminderit për muzikën e bukur që na e keni dhënë, për dashurinë dhe për kujtimet të cilat i ripërjetojmë sa herë që ndjekim këngët e Elitës 5. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën tuaj dhe për respektin që treguat ndaj televizionit tonë. Faleminderit për surprizat e bukura që mi bën, ishte një intervistë shumë e bukur për mua. Dhe unë premtova dhe realizova premtimin sepse Alsati është edhe televizion që gjithmonë ka përkrah grupin Elita 5 edhe ndjej si obligim që gjithmonë kur të më lejohet kem kohë që t'jem prezent në emisionin tuaj edhe unë dëshiroj sukses edhe vazhdoni kështu si jetë. Kjo që e bëm ne ishte më e pakta që mund ta bënim për ju. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi dhe ndjenjë. Shumë faleminderit.